Një nga historitë që ka tronditur së fundmi opinionin publik në Shqipëri është ajo e avokatit të njohur Sajmir Vishaj, i cili ka bërë publik divorcin nga bashkëshortja e tij pas një martese shumë të gjatë, që sipas vetë ka zgjatur rreth 35 vite. Lajmi nuk do të kishte marrë kaq shumë vëmendje nëse nuk do të shoqërohej me një rrëfim tepër emocional dhe të drejtë për drejtë, ku ai shpreh dhimbjen, zhgënjimin dhe mbi të gjitha ndjenjën e fortë të vetmisë që po përjeton në këtë periudhë të jetës së tij. Në një reagim në rrjetet sociale, Vishaj nuk është kursyer në fjalë duke e përshkruar vetminë si një nga gjendjet më të rënda që mund t'i ndodhë një njeriu, sidomos kur ajo vjen pas një jete të ndërtuar për dekada me të njëjtin person dhe pas një historie familjare që përfshin edhe 2 djem, për të cilët ai shprehet me krenari si një baba i përkushtuar. Ajo që e bën edhe më të rëndë këtë histori është fakti se sipas tij, ndarja nuk ndodhi në një moment të zakonshëm të jetës, por pikërisht në një periudhë tepër të vështirë shëndetësore. Ai ka treguar se ka kaluar një sëmundje të rëndë, një betejë serioze për jetën, ku madje në të kaluarën ka përjetuar edhe gjendje kome dhe trajtime të vështira jashtë vendit. Kjo e bën rrëfimin e tij edhe më dramatik, pasi sipas fjalëve të tij, në momentin kur kishte më shumë nevojë për mbështetje dhe praninë e familjes, ai është ndjer i vetëm. Në reagimin e tij, ai lë të kuptohet se ish bashkëshortja është larguar pikërisht në këtë periudhë, duke i dhënë fund një marrëdhënie të gjatë dhe duke e lënë atë të përballet jo vetëm me pasojat e sëmundjes, por edhe me bëshllëkun emocional që vjen pas një ndarje të tillë. Fjalët e tij kanë qenë të forta dhe kanë bërë jehon të madhe në rrjetet sociale, ku ai shpreh se vetmia është gjëja më e rëndë që i ndodh njeriu. Linda nga 2 prindër të mrekullueshëm, u bëra një baba i denj i 2 djemve me mbiemër Vishaj, por çdo, sot mamaja e djemve u divorcua nga gjykata e Tiranës duke e përdosur mbiemrin Ruka dhe duke hequr përfundimisht mbiemrin Vishaj. Ja pra, kjo është vetmia që kur të zën nga një sëmundje, ish gruaja ikën me vrap duke e lënë në vetmi atë që kishte 35 vite që bashkëjetonte. Kur ishi mirë s'kishte vetmi, tashmë vetmia u ul këmbërkryq në shtëpinë time. Ky rrëfim ka ngjallur reagime të shumta në publik, ku një pjesë e madhe e njerëzve kanë shprehur mbështetje dhe empati për situatën e tij, duke e parë atë si një histori njerëzore që mund t'i ndodhë kujtdo, ndërsa të tjerët kanë zgjedhur ta shohin si një çështje personale që nuk duhej të bëhej publike. Pavarësisht reagimeve të ndryshme, kjo histori ka hapur një diskutim më të gjerë për marrëdhëniet afatgjata, për sfidat që sjell sëmundja në një çift dhe për mënyrën se si njerëzit përballen në momentet më të vështira të jetës. Ajo gjithashtu sjell në vëmendje një realitet që shpesh nuk flitet mjaftueshëm, ndjenjen e vetmisë, e cila mund të jetë po aq e rëndë sa vetë problemet fizike apo sfidat e jetës së përditshme. Në rastin e Vishajt, kjo vetmi duket se ka ardhur papritur pas një periudhe të gjatë stabiliteti familjar, duke e bërë edhe më të vështirë për të përballur. Përtej kësaj ngjarje personale, Sajmir Vishaj është një figurë e njohur në fushën e drejtësisë në Shqipëri. Ai është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë dhe prej vitesh ushtron profesionin e avokatit, duke u përfshirë në çështje të rëndësishme dhe shpesh duke qenë pjesë e debateve publike mbi sistemin e drejtësisë. Vishaj ka mbajtur edhe pozicione të rëndësishme profesionale, përfshirë rolin e kryetarit të shoqatës së avokatëve penalistë të Shqipërisë dhe antar i strukturave të dhomës kombëtare të avokatisë. Përveç kësaj, ai ka kontribuar edhe në akademi si pedagog dhe ka qenë aktiv në diskutimet për reformën në drejtësi në vend. Jeta e tij personale, megjithatë duket se ka kaluar sfida të mëdha, sidomos për shkak të problemeve shëndetësore që ka përjetuar në vitet e fundit, të cilat ai vetë ka përshkruar si një betejë për jetën. Rikthimi i tij pas kësaj periudhe është parë si një histori force dhe mbijetese, por zhvillimet e fundit në jetën e tij familjare tregojnë se sfidat nuk kanë përfunduar. Historia e tij mbetet një dëshmi e fortë se edhe personat publik, pavarësisht suksesit profesional, përballen me vështirësi të thella personale dhe emocionale, duke e bërë këtë rrëfim një nga më të komentuarit dhe më prekësit e momentit në Shqipëri.